Thash, shoku Dasha, thash, kishin fillu këto rumujat, ha? Po? Unë do t'hy në parti, thash. Qa parti e më? Thash, po më qatë drasat kjo vjollca, thash, duke më po, jo mbledhjet partisë, jo kështu. Se kjo vjollca ishte edhe kështu, si Rome, e ke parasysh? Mirë, nuk ka në një që ti ishte Rome. Jo, po ishte komunistë, më rëdham, thëjtë, të të shikoj, tham, të të shofë. Ta tregoj, unë, thëshë, mbledhjen në partisë. Se bujshëm atë gjonë, unë shumë interesant, u shkeshin të keshtë, që fshë kjo vjollcat, është partia, nuk thonë që atje ato pisnikjet, të rinë atje, shë kjo vjollcat është, kemi dhe komuniste, asaj vite kështu që më të edhe më thotë, Dasho, nuk e di për e them për herë të parë, po a është sa vërtet, po Dasho Kapa i thonë që ishte djali sekret i shokut Hysni. Si ishte kjo, si ishte kjo? Djali sekret i shokut Hysni. Dasho kush ishte kjo? Kapaj. Dasho Kapaj. Pa. Dasho Kapaj, djali sekret i shokut Hysni? Pa. I shokut Hysni Kapa? Pa, shokut Hysni, me sa duket njeri kështë rështit pa dashje koma mi ven atje dhe kishte një djali kështë. E ke sigur të apo e ke vetë dëgjuar? Thoni, nuk kam sigur. Po mirë, a i vetë dinte? Nuk e di, se kemi folë njerë, po a i më tha mu këte, që të bësh të mund qike, du të jënë partitër. Që i ke kom marrë thënë, ne du më dalim, ne tha tash keme hyrë ti, tha. Ky. A më kuto? Po. Du më dalim, edhe kështu që nuk u futa. Kështu që s'kam qenë, nuk ina pas ne, as babën, as isë. Dhe më thonë, nuk ina pas antarë partije, ose u rrenin partinë e punës. Nuk ishe kundërshtar, nuk ishe armik? Kush ka qenë armik me partinë e punës? As një gjithë gënjenj. Po më shumë kanë dalë mas 90-ës. Ore, mas 90-ës që s'kan dalë. Po si thaj... Ore, kjo është që... Jo, ki që blushi ti e djetë, ore tha, shumë dole tha, ore tha, po si nuk e rëzuan, tha. Jo, për këtë rëzimi, unë mjepet shanci të flasë dy fjalë. Për këtë rëzim? Për rëzimin e diktaturës. Do të kem të foto tjetë, tani kam i pyetje. Çfarë ishte 15 kaçi? Sa në atë kohë ishte lloj simbolike. Unë kam nostalgji për sa ko kam punu atje. Sa vite punuat? Po, 10 gati. 10 vjetë. Shiko. Që ishte 15 kaçi në vetë? Ishte me një kolektiv të shkëlqyrë. A kuptoj. Një punë e bukur. A kuptoj. Një disiplinë e bukur në punë. Sa lokale kishte? Po kishte tavernën, kishte barin e vogël, tujvet, barin e madh kafes. Se ata sigurisht i kishin më vete barin, a? Po, shkonin edhe kështu, kuadro nga ne, kishin një bar, po. Dhe pasaj, sa kate ishin me dhoma? 10 kate me dhoma. 10 kate me dhoma, 10 kate. Po kate i fundit ishe i sigurimit? Jo, thonë që ka qenë ke kate 10 dhoma 10. Kate 10 dhoma 10, jo kate i fundit, e? Jo, nuk e di. Kate 10 dhoma 10. Ty të thire në njërë atje të kate 10? Asë njërë. Qa bërin ato sigurimit atje? Ku e di ti? Tani, ka ndodhi një gjarë e 89-90, që një djalë është edhur... Po, e kemi një gjuhë. E kemi gjuhë, e kemi një gjuhë që... ishte, nuk e di. Keni qenë aty kur u othe? Ne kemi qenë në restorant. Nuk kemi qenë kur është edhur... Po mirë, u grumulluan ata, do të më thonë që ai në presionin atyre. Nuk është grumulluar asnjë, se kush u grumulluan aty. Ta zema, jo, edhe kara e kanë marrë, kanë qitë këtë shkallët a ne. Nuk e di, nuk e di. A i vdiq me njerë? Por, ditë themi diçka, kur kam qenë në kamarierë, e vitin 89, Hollandi. Po. Këto është vendi çuditërave. Se? Mu më vjen me qesh, po do vi dita që do zhvishen të gjithë to, që i deklamojnë, dhe me thonë, me pompozitet se kanë bo nomin, për me pru Shqipërinë, demokracie kështu. Unë kam pas mjesë që bëshë shërbim për qaj 2 francesë. Frederiku dhe Julieni. O, Julien... Julien de Rubempre. Po? Frederiku, si ti bjondi gjithë puqra, pinte mjesë 2 filxana qaja dhe hajte 8 salata domate. 8 salata domate? Pa 6 deri në 8. Dhe ato kanë hongër një dreke kati 10 dhoma 10. Ta 2, e? 2 me 2 shqiptarë tjerë. Francezë? Pa, me 2 shqiptarë tjerë, ku nuk kam qenë më shërbim. Po? Por, unë qova një djalë, simpatik, ka qenë një simpatik shumë.
gjallë, thot, kamarier shumë. Dhe aty ka qenë në drek, drejtori policisë asaj kohe, dhe Marcel Skendo. Një biznesmen i mirë, akuta. Shumë njëri i sukses. Po? Pastaj erdhën 90-ën, erdhën ca armë këtu, gjoja me shty protestat, gjoja, ca qene, ca bombu lakshue, ca Nga erdhën? me hedhuje. Po ju më duket se këto e firmosën kontratën. Dhe me thonë, për me ardhë demokracia në Shqipëri, ka qenë një projekt para një viti. Dhe demokracinë në Shqipëri e ka pru Partia e Punës e Shqipërisë. Që ta dishti. Ne e dim që e solli lëvizja studentore. Një minutë. Revolucioni parë fare për demokracinë në Shqipëri e ka bërë rinia vitit 71-72, ku kam po pjesë unë 15-16 vjeç. Ato, do thënë liberalizimi, festivali Vitet e festivalit 11. 11. Ajo është revolucioni parë. Ne fillum të lonë parsetat, çunat e Tiranës, po leni që ishim ne katonar arë nga rrethet, morëm dhe ne kotë më kotë, me patallona ka u goj, me këto kënishat me jaka. Fillum dhe mësusët, tu veçu e gjithë e këte ne, filloj një jetë, nëryshe një muzikë, nëryshe një sjellje, nëryshe Perëndimore. deri sa i ranë sy byrës politike, u bërë plenumi i treti komiteti qendror Shokor Ramiz, me të fillu rinia për djelë, do fshim pallatin, do bëjmë shëdhiku. Po? Se me gjithmen unë ngritën të studentët që thuti. Qofse të pëlqen të folim për këtë temë, se unë s'kam pas rasës. Do të pyes pak më vonë. Kush vinte te 15 kaçi? Cilit ishin klientët e tu? Politikan, artist? Të gjithë vishin, nga gjithë fushat. Na trego disa që ti u shërbej, që kishin Ja, tash një kjo. nga politikanët tjerë. Byroja politike vinte? Jo, radhë. Nuk vinte. Radhë. Enver Hoxha erdhi ndonjëherë, shërbeu ndonjëherë? S'vinte asnjëherë. Kam pasur, jo. S'kishe shans. Po i të shokuan verë me ty, të shokuan verë ke 15 kaçi, dhe meshin 15 kaçi, dhe qonin një event tjetër, dhe pasaj qonin. Po me qeu? Ja, pas kam qenë unë në atë kohë, me qeu. Po, në atë kohë, me medim të thënjishin ju vra, po. Nuk ka qenë asjerë. Nuk ka qenë asjerë. Ja. Po të tjerët? Ramizalia? Ja. Asnjë, nuk vinin këta. Tani kush vinte nga artistët? Agjileshi ka një 2 herë kështu. Kush? Agjileshi. Presidenti? Po, mirë, njeri shumë i mirë, burri urt, pajsor. Nga figurat publike, aktor, këngëtar, kush ka ardhur? Shumë pak, vetëm kur kishin në njerë këto të që vinin për xhirimet e vitit ri, që s'kishin ku me flet. Edhe flikin aty? Edhe gjenë në një vend me flet aty. Kush i paguante? Po dhe vetëm ato, se nuk është sësore. Shtrejti ishte? Po jo mërë burë nuk ka gjenë, po 100 lek duket bëjtë dhoma. A kuta? 100 lek dhoma, po një pasta aty mbaj mend unë 90 leka më. Jo mërë dha 25 lek. Kush me 25 lek e kam bërë atje 90 lek pasta? 93 lek bëjtë bifteku. 93 lek? Po mërë dha. Ua, ma paska... Po mirë, ti në një figure, shumë po themu, parashivi si Maku, ki ishte ylli Tiranës asaj. Vinde? Kur ka ardhë njërë, ka qenë festival, Po? edhe vjen kjo shokja parashqivis Jolanda Dhamo. Po, nga Durrësi. Ka qenë shumë simpatike Jolanda. Edhe vazhdon të jetë. E në vjetë, tha, kërë bishte, kemi qenë prova, tha, ishin mëllë, s'kishin ku më hongër. Edhe erdhen në ty, tha, po presë edhe parashën, tha mu, për parashqevin. Po? E në ishte ere parë që unë u takoj me parashqevin. Erdhe ullën, tha, mu, gjike kjo është parashqevia. Kush ta shumë parashqevi si Makom, tha, në unë të vej. O, tha shumë, Fatorina, tha, shkjo të butë cuk i linje kombinatit jeti, tha shumë. I këshyve vërë të parashqevin? Ha, me pas ke ka të